falje. Si që është një personazh i krijon një dinamik tjetër. Më përmendi dhe mamin, çfarë? Dhe pret tani ky t'i kërkoj falje për një konstatim, që e kisha mendu ta bëja. Dhe ja thash dhe Danjës, nuk e dija ta thash dhe ty dje, që do i kërkoj falje. Ty s'ta kam thënë, mirë, ja thash Danjës 3 herë. Se ndjeja vete, thash, pse ti përmend diçka që kemi diskutuar dhe kemi rënë dakord, më kupton? Ndjes ai, ndjes unë dhe jemi paqësuar për këtë temë. Po në momentin që ai reagon kështu, nuk i lë vend vetes. Nuk i lë vend vetes. Jo, çaj amu? Budalla jo. I paaft jo. Ignorant, patjetër që jo. Laert, ndis mikrofonin. Më kupton? Pra po e të thënë të imunitet se mëse mërë të kush. Po. Kush, mëse mërë? Unë? Jo, këto vogla. Do një mikë. Dhe asë më do një nëzjerë. Ato dalin dhe pa me imunitet pa imunitet se sen të bëha si gjohë. Jo. Sen të bëha si gjohë, më shpër. Nuk ka rëndësia, po të merë një imunitetin, do rrimë dhe ja. Edhe hajsa, Jo, ai ka poj kohë, dinte që po bënte më acaru nga situata, se i doli huq. Nuk doli ai njeriu mirë që përshkruan shtëpia, që rri me lastarë. Edhe iku që qatë bëj. E theva unë për Xhenin. Xheni është i ikur, s'ka hy me jetë. Dhe të budalli që më bënë. Se qka i shok jashtë që i qonë dhe në foto në dronë. Ajde, urinë. Na kanë hapë barkun. Të merremi me familje, të s'merremi do të individualisht, se janë 10 veta që njohë njëri tjetrin. Po. Që jemi po këtu? Me lagje? Po ne që kemi në vetë? Kemi 10 shpirtra për të përballu. Po. Unë asosa dhe neve durim me këto situata. E di. Më vjen Xheni mua aq afro, zotërisë më krijon një lloj ankthi, një presioni. E di, nuk është gjë. Ma shpif, edhe ca komente, ca gjëra të ndyra. Si dje insinuoj, tha, atë ka bërë një shikim Laertit? Më fali, thash, qa po thuj, thash? Por është i ndyrë, po thëma, është i pisët, është i pisët, më është. Miran. S'ka nëse merë. Nuk di më e fare, nuk di fare, nga komunikimi të cepa. është komplet. Ashtu e ka. është komplet jashtë. Po prandaj, ky është eksperiment social.